30 ditë Ramazanit, as pa hongër, as pa pije. Gjani, qire zemra eme, që më një moqën sa të mile kom, u kënoqa be, oj Jamile be, moqën e kom, më të mirën e kom. Zemra jeme e ti, ku je mori ti? Që mërë sa të bukur e kam gjanin tem, që li mori zhaj bukur, ajde, rriqë të une. Ju lutëm juve që jeni TikTokat e vjetë, prej TikTokut vjetër, do të mbyllim, jeni 71, kaloni të TikToku i ri, Ikbale, OFFF, i cjalë. Është me shamit kaltërt edhe prapavia është e kuqe. Kaloni të TikToku i ri, se ky TikTok do të mbyllet. Pra, Ikbale, si kur këtu që është Ikbale Berisha Huduti, atje shkoni Ikbale oficial. Shumë faleminderit. Ajde, kaloni kënej. Ta këshim pyetje përgjegje, se të dyja të shumë po munde me i marë. Ska maestro pa i plotësu krejt kushtet e islamit. Sa kemi mundësi? Me rëndësi është me u pendu. Muaj Ramazan është muaji i pendimit. Shumë njerëz nuk kanë forcë me u pendu. Prandaj Zoti shumë gëzohet kur njerëzit pendohen. Që sa e mire ko maqë, tati nanushi ti po ta prish gjumin, po s'kom qka me bonë, në live du të me i, ki dhoma tjera, shko atje, që sa macën e kam të mirë. Ajo pjo pëlqen maca ime. Do një hadith kuranor nëse ka musi. Po, pa tjetër. Që po e marrë një libër edhe ku të mdel të mdel. Po shenjat e kiametit, apo do një mja lexu shenjat e kiametit. Para shenjat e ditës së gjykimit, thotë surja Muhammed, ajeti 18. Çpresin tjetër veç se kiametin ti befasoj, para shenjat e ti kanë ardhur, që duhet atyre vëretja, kur të vi kiameti. Van është më me ta tërhek dikush vëretjen, kur veç kiameti ka ardhur. Vazhdojmë. Dhe do t'i fryhet surit. Surit është një si instrument që ka mu dëgju në tër botën, po normal ajo është dishka mrekulli e Zotit. Por edhe kur fillon dridhjet e tokës, kur fillojnë luftrat, janë ato sirenat që i kanë të instaluara njerëzit. Dhe thotë, dhe do t'i fryhet surit dhe do të mbesin në vend gjithçka, çka ka në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do Allahu. Pastaj së dyti do të fryhet në sur dhe ata me njëherë do të ngriten dhe do të presin. Pra, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: momentet më të vështira për njeriun janë këto 3 momente në jetë. Momenti kur e sheh me laçën e vdekjes, momenti kur ngrihet nga varri dhe momenti kur do të qëndroj para lartësuesit, para zotëruesit të lartësuar. Pra janë këto 3 momente, sepse dikush do ta pres vdekjen edhe kiametin, por ata të cilët kanë qenë besimtar dhe Zoti e kanë besu kiametin, ditën e kiametit, ata thot Zoti do t'ja marrë shpirtin sikurse kur të kotën, pra kur të vjen gjumi tek, qështu edhe shkoj shpirti, të merr gjumi. Prandaj këtu tregon profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, momenti vështirë është kur të vjen vdekja, kur ta shih nxullin e vdekjes, kush është ky? As dera s'po qilet, as dritarja, as perdet, kush ka hy këtu? Dhe pastaj
ai të thotë nëse ke qenë njeri mirë, ai të thotë selam aleikum Iqbale, paqja qoftë mbi ty, apo më njeh mu, ti thosh valla nuk po të njoh, po mandej të kujtohet që ai është shumë i bukur, thotë unë jam melekul maut, unë jam meleku i që e marr shpirtin, edhe tu bo biseda i del shpirti shumë kollaj. Po ka prej tynve të cilët ndoshta një javë ditë nuk i del shpirti, e këta gjallit, çka thojnë? Gjallit thojnë mos bërtitni se pja kthejmë shpirtin. Jo, ai nuk ka punë me të kthymen e shpirtit, sepse një herë që del shpirti më nuk kthehet në atë trup, por ai ka punë me halallet e veta me mëkatet e veta për të cilat nuk ka kërku pendim të Allahu dhe nuk i ka marrë halallet që ka pas me njerëzit e kësaj bote. Prandaj, është shumë ky rast i vështirë. E dyta thot është momenti kur do të zgjohemi nga varrezat. Allahu thot në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, njerëzit edhe toka edhe qielli kur të bëhen lëmsh, edhe njerëzit e varreve do të ngriten. Pra nga jo ADN-ja, sa do me u përzi lëmsh toka me u bë, prap që ajo ADN-ja ka me dalë sikur prej tokës, sikur se një farë kur bëhet fidan, ashtu na prej ADN-s ton ka me na ringjall Zoti. Po dikush thot, po na s'kemi qefin, s'kemi tesha që shkemi mu ringjall. Normal që kemi mu ringjall në atë mënyrë se Zoti thot ka me kriju lloj tjetër të materjes së trupit. Nuk do t'jemi ma me këto eshna, me këto thonjë, apo ku ta di unë. Po do t'jetë thot edhe Zoti ka me pas mundësi edhe thonjën e juj, edhe këto gishtat, vijat e gishtave me i përtri. Po nuk është ma ai materiali si i kësaj bote. Pra që kemi mishe, gjake, eshna e tjera. Prandaj, një prej rasteve të vështira është edhe ringjallja, kur do të dalim nga varrezat, dhe e treta thot është, si kemi faleminderit për lule, si kemi me dal para Zotit. Dhe kjo është një frikë është. E që shtu dishka për të të shpejtë në. Ilaçi për mëkate. Ilaçi për behare faleminderit edhe Almiri, faleminderit. Ju lutem ju që jeni këtu 75 në TikTokun e vjetër, kaloni te TikToku i ri, Iqbale oficial, është me një shamit kaltërt prapavia kuqe. Iqbale a je shia njerë du të me ditë, çka do me thonë, shia do me thonë ata pasues, që e pasojnë, që e ndjekës, të familjes e profetit. Shia Sunni nuk ka pas në kohën e profetit, po ka pas vetëm musliman, Kur'an dhe familja e profetit kanë qenë ata të cilët e kanë shpërnda islamin. Kështu që unë jam muslimane me Kur'an, me ehlibet, ndërka që doktrina, shkollat sunnite dhe shiite, shia dhe sunni, ato janë dy orientime të respektuara përmes të cilave ne arrim të rruga e drejtë. Por neve nuk duhet me na interesu sektet, as sunni, as shia. Masi s'ka pas në kohën e profetit, ato le të mesin sekte, le të mesin dy ndarjet e mdhaja, sepse ka edhe 9 sektet vogla, te sunnit ka 55, te shiat ka 15, sepse ata janë ma pak, me përqindje, kështu që mjafton na me qenë musliman edhe me pasu Kuranin dhe familjen e profetit, për të cilin është edhe amaneti Zotit dhe amaneti profetit Muhammed, sepse Zoti në Kuran, në surën e 4, ajeti 59, mund të vërtetoni, shkruan kështu: Etiu Allahe, wa etiu Resul, wa ulil emri minkum. Thotë, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që japin urdhëra.
që ju udhëzojnë, e ata janë imamët, janë familja e profetit, sepse familjen e profetit Zoti e ka eduku, qërmani macën sa të mire ka. Shu që nuk na intereson a ka shia, a ka sunni, për neve mjafton me qenë musliman, elhamdulillah, edhe me pasu ehli betin. Luan mos u kesh se macës teme du të mi thanë Iqbale, bi pyetje në fakt s'po m'del me të vërtet po të pys. E di, fati nuk të del, duhet me u pendu një herë, nëse e para, për me të dalë fati, për mu feju, mu martu inshallah, kjo është shumë e mirë, sepse Zoti e vlerëson një njeri të martum, edhe pejgamberi thotë kanë arë një në xhami, një 5-6 beqar, edhe një posa ish martu javën e parë, e ky i martumi e hap ke gojen mëngjes, i vinte gjumi, e këta beqart e kishin këta, i theshin, ja Resulallah, thot, le ky që ka arë me fal namaz, e këtu pe hap gojen, e pe merë gjumi. E pejgamberi thot, ma i mirë, thot, është gjumi i këtyve se sa namazi juj. Që tha, merë një gjenën, ka një gru edhe martoni. Do me thonë, për me dalë fati, njëherë duhesht i vetë me kriju vlera, me qeni sinqert, me qeni drejt, me qeni pastër, pasunia nuk ka vlerë, po me pas edhe ato është elementare, diçka, bare me pas elementare, me pas ku me shtijat nuse. E dyta, nëse njëri ka pas një 7-8 femra dashnure e tjera, ka pas vajza ko pas kohe, atëherë mos shko me kërku një vajzë e cila është virgjine, po këshyre prej qatëve 7-8 vajzave që i ke pas në përdur, me mund me gjetë njënën edhe mi thonë hajde zemër apo martohemi. E dyta, nëse i fshatar mos vrapo mas qytetarës, sepse ajo i ka adete tjera. Nëse je i pasur, mund ta marrësh një vajzë më të varfër, edhe e ki sevap, po nëse je i varfër, mos e lakmo atë vajzën që ka pasuni, sepse ajo të s'dban rahat, sepse ajo ti ngopësh për pasunis edhe të bëhet gruja bajat. Kështu që këshyre rangun tëndë, nëse je 40 vjeqar, shko merë naj 35 vjeqare, 36 vjeqare, mos shko me lyp 25, 22, 23. Nëse je fshatar, shko në fshat. Nëse je qytetar, shko merë një të qytetit. E tjera. Kjo është për burat që di mundin me zgjedh është ma kollaj, që ka me bo qikat që s'po mundin me zgjedh. Shej malsori ma mbylli gojen, jo mëre a i s'ka lidhje me kry qfarti. A i din vetëm me manipulu. A i lidhje s'ka me kry. Of gjani jem, of shpirti jem, of zemra jeme. Faleminderit sot që jam musliman, elhamdulillah. Shpirti jem i vogël. Më falë se të pysë. Jo, mirë pyte jëa. Veç duhet respekt edhe për syni, edhe për shia, respekt, sepse kretë jemi musliman. Po normal, Kurani nuk ndryshon. Na mundemi me mendu ndryshe, me besu besa pak ma ndryshe, me qenë pak ma ekstrem, me qenë pak ma të butë, me dasht pak ma shumë, mos me urrejt ma shumë, me dasht Zotin, e jo me ju tut Zotin, por Islami është një. Që shpirti jem sa i mirë jo, që. A t'ju pëlqen maca ime? E vzi, ajde shko të nëna jote, shko thuja që ato fjallë. Të nderuar miq ju të TikTokut vjetër, kaloni të TikToku i ri, që qa mace e kom,
Iqbale oficial. Iqbale oficial sepse ky TikTok ka me u mshel. Që kjo është moqa jeme. Shumë e miro. Mund po dush me mgica? Të mërzita une. Po nuk është gjuna, është bile se vap. Maca, sa her që e ushin, që jep ushim, faleminderit 1-2-3 bukur është. Sa her që jep ushim, kjo lutet te Zoti për pronarin e vet. Nazmi, me I thon dikujt qafir, edhe ai nuk është këtë gjunahin e ti e ki. Shu që të boft mirë gjunahi jem, mjota e ki. Une jam, elhamdulillah, muslimane, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Qa po thot? E prish abdesin me prek macën, qenit i ndor, avan me majt. E prish, abdesi nuk prishet, abdesi prishet vetëm që ka del dishka prej gojës, prej vrimave tjera, shkon urinon, e bon nevojën e madhe, e pret gishtin del gjak, flen në gjumë edhe tashti nuk dina a ka dal naj fryme keqe asen, që kjo e prish abdesin. Ndërka që abdesin, macja nuk e prish, se macja shumë e pastër, edhe pejgamberi ka majt mace, ndërka që qeni nuk është I pastër. Qeni edhe ligat, edhe pshtyma, edhe kimja, edhe krejt, ajo nuk është e pastër. Zemër, pse I idhnu ti? Pse ti e idhnu me mu? Atra në syshtuja? Zemër, ja. Tati. Me të li, edhe mu kanë jam edhe shia edhe syni, nuk është problem. Unë thash I studioj ato. Unë I studioj I nderuar. Unë nuk rri, Allahin Kuran ka thënë, dhe do të përgjigjeni para Zotit nëse keni hecur fërkemit gjurmëve të prindërve të juaj. E unë ju kam dhënë mendjen, e fela ata akilun, pse s'po mendoni me ti? Do të me mendu pak. Zoti ka thënë, e fela ata akilun, 130 herë në Kuran. Shu që shia syni janë musliman, ata që dojnë me përqa, ata thot, el fitnetu ashaddu min el qatl. Zoti ka thënë, el fitnetu ashaddu fitnja, përqarja është ma e keqe se sa me myt një njeri, një popull, një mahall e tjera. Me ti shumë po lomotit, më falë që po të thëmë, ta dhash përgjigjen tash koko e ki vendin. Që me ti po thot, kjo e kjo së aja, po thot, kjo me iranian, ka u martum, jo more burin e kom prej Kosovës, o zotni, ajde dhe ti se pas ke mendjen e fleqt, ajde shkokoj. Po, shijat muslimanet shia bajnë sejde mbi dhe, mbi dru, mbi gjethe, diçka, sepse Zotin Kuran ka thënë, ja kom bo tokën sejde. Edhe me 10 hadithe të regojnë që profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, nuk ka bo sejden në tepih, në estetik. Faleminderit për dhuratat. Boni zemra, ju lutem, hajde mos pritoni sa më shumë te TikToku I ri, jo te I vjetri, se vjetrin do ta mbyllim. Te TikToku I ri, Iqbale OFFF icial, me 3 f-ja është. Kështu që ka verset e argumente që e bëjnë sejden mbi dhe. Ajo nuk është gur, po është si qerpiq. Sepse tash na dhe nuk I kemi shtëpijat me dhe, po kemi tepija, kështu që ata e bëjnë, po nuk, për juve që nuk falenderit ja. Hajde bëni like, bëni share.
tani për Allahun që kemi dhe për ty, o Resulullah. Kur Allahu pak vendosur për të krijuar, Ndër krijesat ai ty zgjodhi, ja Resulullah. Nevoj me ke e nderuar, lumë për ty kushën ty ka lindur, më i madhi pejgamberëve, yli dashurit. jemi tue për besnikri, Resulallahun ton, më shumë se vetën në këtë jetë, Resulallahun shumë me don. Lumë për ty me dine ndryshme, trupin kërkujt e vanti, Muhammedin Abdullahun, zemrës së dirësis. shëndritari rezedrike, rohën zemrat prej dashuris, besimtarët E gjithë botës, ty të kanë dritë e gëzim. Jemi tue për besnikri, Resulallahu ton. Krejt sendet që ka janë të ndyta, që ka dalin ndërtsirat janë haram me u votë në gojë. Resulallahu Këtë që ka janë pislëqet, urina, e tjera, e tjera. Muhammedi Mustafaja, Allahu. sinonimi Pepe te nona jote, hajde Pepe te nona jote, se meriton të. të gjithësis. Prej dashuris jeme tue, Muhammedin ta pasojmë, gjerte kroji I kevserit, kur do ta takoj. Gjerë te kroji I kevserit, kur do ta takoj. gjerte kroji I kevserit, kur do ta takoj. Gjerë te kroji I kevserit, kur do ta takoj. Sallallahu alaihi wasallam. Hajde një lajhje tjetër. Këndohet me muzikë vetëm ato sektet radikale ekstremiste, sidomos mas luftës të në Kosovë, e kanë bërë të ndaluar, ndërka që nëse shkoni në programin e BIK-ut, Bashkisë Islame të Kosovës, me njëherë mas luftës, këtu kemi po na del puzlat e TikTok i vjetër, keni me pa që kanë pas program bile edhe me Vjolca Kukaj, atë shëpatja janë, Violeta Kukaj, o Allah. Shu që këndohet me muzikë, nuk është problem, por sidomos edhe ilahijet këndohen me instrumente, pa pik problemi, por edhe këngët tjera, mirë po duhet me pas tekstin e mirë, tekstin do me thonës, tekstin edukativ, dhe se edukativ dhe normal nuk duhet me u përdor muzika për vendet e shfrenuara ku përdoret alkoholi e tjera tjera. Prandaj të gjithë këngëtarët edhe ata që e majnë veten që jemi fetar, ata që i shërbejnë punëve të këqija, dëfrimeve në alkohol, në restorane, me darsma, me raki e tjera, të gjithë ata e kanë parën haram, e kanë të ndaluar atë paran, edhe asë një këngëtar nuk ja sheh hajrin asaj paraje. Unë po pys pse Gjergj Kastrioti
me qenë musliman. Pse me qenë musliman? Ti po pyet pse Gjergj Kastrioti nuk ishte musliman. Unë po të pyesty pse Gjergj Kastrioti pse me qenë musliman. Pyetja është pa lidhje. Çdo kush e ka identitetin e vet, i cili është falinderit Abdurrahman, i cili ka vlerat, ka fenë e vet, ka vlerat e veta, ka identitetin, ka traditën, edhe kjo kombin e vet, ka flamurin e vet, çdo person, dhe kjo është një vlerë e identitetit ton. A je krishter, a je musliman, bashkë te Zotit hiç se intereson. Zotit intereson çfarë njeri je. Kur e ka pyet Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, i ka thënë çka është Islami? Zoti i thot Islami është husnul edeb. Që do me thënë sjellje e mirë. Nëse ti i ke sjelljet e mira, edhe feja jote ka me bo dritë tek trupi jot. Ajo që erë këtu një krishtere dhe flet fjalë të dyta, apo një musliman, një zef, apo një omer, apo ku ta di une. Kështu që te Zoti na jemi krijesat e tij. Edhe te na te Zoti nuk vlen te ti a ke fal 5 vakte namaz, ajo gjerisa ti këndej ke helmu njerëzit, ke bo përçarje, ke bo fyrje, ke bo hajni, ke bo korupcion, e tjera. Po vetullata është gjuna me i bo, se dhe unë i kam bërë, por më kanë thonë është gjuna. Jo, nuk është gjuna, vetullat me i bo, vetëm se nëse ti i ke në rregull, i ke vetullat, edhe don m'ja ndryshu formën, sepse i ke vetullat kështu si hana, dush me bo një vetull ma ndryshe se është moda, jo, nuk lejohet, por nëse veç i ki ma të dobësuara vetullat edhe nuk i hek krejt me zhilet, po që aty ku i ki vetullat vetëm i formëson me microblending i thënë, me vizatim si këna është ajo, por hyn në shtresën e parë të lëkurës, nuk është haram, nuk është tatu, sepse tatua një herë e qet edhe mon tan jetën ajo nuk hiqet, vetëm tash që kanë dalë ato aparatura që e hekin, po është shumë e damshme, ndërka që kjo që i kom ndreq unë këto vetullat, këto janë microblending. Unë që marr abdes, e prandaj më zbardhen ma shpejt, se është si këna e sapi. Mirë po, ato që s'marin abdes, për shembull atyve i shkon 3 vjet, a mu më shkon për shembull 2 vjet. Edhe shkoj i baj, edhe hiq kërgja kërkuj. Nuk është haram, përpara në kohën e profetit Muhammed i kanë bo qëtu ka 3 vija, kështu 4, e kanë bo këtu si 2-3 pika, unë e vetë kur kom këtu kam pa 5 pika, e kom pa një grue, i kam thonë pse i ke qitë 5 pika, ajo tha prej fisit filan fisi, i ka kështu. Kështu që në qofse është për me riparu diçka, për shkak moshës, ose sa merresh çdo ditë me vizatu, kështu e ki formën veç e vizaton për mi kur fillon mu spardu, ato vepra, edhe vetulla, edhe qashtu, se Gjergasioti është i pari janë. I pari janë është Ademi Eva, është baba janë, baba e gjyshi janë, së gjyshi janë. Ja beni Ademe, Gjergasioti nuk është i pari janë. Po, figura kryesore e kombit është një prej kryesorëve. Kombi jonë nuk është musliman, nuk është e vërtet. Kombi jonë është musliman edhe katolik edhe ortodoks. Gabim e ki.
Juzeri, Leka i thot Juzerit Mesadiun ka qenë musliman, por është kthyer tani në fenë krishtere, me sa kam ndjeni s'di ma shumë. Prej ardhje, Skënderbeu ka qenë ortodoks krishter, pastaj ka qenë Joniqera, s'di që thënë, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë me sultanët. Madje baba i tij e ka dhënë Skënderbeun që të krijojë aftësi ushtarake dhe me disa vite ka nejtë në Turqi, në Ballkane, ka mos në Shqipërinë toka tona, e pastaj normal që ky e ka njoftë edhe fenë islame, edhe fenë krishtere, mirë po Skënderbeu nuk ka pas hatër për një musliman i cili ka qenë degenerim, i cili ka bo krime në popullin e tij, dhe gjithashtu për një krishter i cili ka bo krime, ka bo mbytje, vrasje, prandaj Skënderbeu, Gjergj Kastriot Skënderbeu, njihet për drejtësinë që ka pas. Normal edhe është figura heroi i kombit ton shqiptar. Mirë po, të ai nuk ka lujtë rol feja, a e ka një krishtera musliman që ose ke qenë kundër kombit, në emër të popullit të ka mbytë, jo vetëm ai po, nuk e di që gjithmonë komandantët edhe në për ushtrije dhe qoftë edhe në ushtrin tonë çlirimtare, shumë kur kanë dalë shpiuna në për male, në për shtëpia, në për organizime të ndryshme, normal që aty shpionave vetëm në emër popullit edhe diga për lul ballit. Kjo është e njoftur te shqiptar. Kështu mos u çuditni nëse ka bëu edhe vrasje. Sepse kombi jon shqiptar ka pas edhe tradhtar në mesin e tyre. Turqit e kanë keq përdor fenë islame. Ata kanë bërë disa punë të mira, po ndërkohë sundimtar ka qenë. Faleminderit Zotit që nuk jam musliman, shumë bukur. Faleminderoje Zotin apo Jezusin tënd, nuk është problem. Është dëshira jote që si je musliman, si a din lezetin e islamit, ti ngjitesh çka bëjnë muslimanët. Merre lexoje vëlla Kur'anin kim e parë. Që Juzeri thot kurse unë krenona, bravo, që jam musliman, shumë bukur. Kështu që para 500 vitesh çfarë feje kanë pas, normal që feja krishtere ka ardhur 700 vjet para fesë islame. Pas Krishtit, Isaut, paqja qoftë mbi të dhe nënën Maria, 700 vjet ka pas diferencë. Dhe normal të krishterët atëherë, edhe të pa fetë, ose pak të krishterët, ose vetëm ata që kanë majtë vetin shqiptare, Arnaut të asaj kohës, po s'kanë pas njohuri për fenë hiq, normal që e kanë pëlqyer ndoshta fenë islame, ose kanë pas në interes prej turqve, ose kanë punu si shërbëtor aty, dhe ka dal e kanë ndërru edhe fenë. Dikush ndoshta për interes, dikush është bindi, ka pëlqyer feja islame, e ka gjetë rrugën e drejtë. Kështu që pa marrë parasysh, para 500 viteve kanë qenë edhe të pa fe, ma të pare tonë kanë qenë pagan, që s'kanë besu në Zot hiq, po mandej kanë fillu me pranu fenë islame, po jo vetëm para turqve. Se para se me ardhë turqet me sundu, ka pas ardhë grupe të bektashive, të shijave të asaj kohe, që kanë folë sufist, që kanë folë për Zotin edhe njerëzit, i ka pëlqyer, feja e pastër, feja që lyp 5 herë në ditë me u pastru, me u la, feja që lyp me pastru, pasi del në WC, lyp me pastru, vendet më smjar dhe era, e tjera, feja e cila ka mëshirë, ka falje, ka pendim,
ka dashuri, edhe normal që e kanë pranu njerëzit, disa nuk e kanë pranu, kanë metë në fene krishtere, edhe ajo është normal. Lavdi mbretit Gjergj Kastrioti dhe të gjithë heronjët që luftuan arabët dhe turqit. Tim Shkofi, okej, lavdi let jetë për ty, për mu jo. Lavdi për mbretin, po, për Gjergj Kastriotin, po, për Gjergjin, po. Ama heronjët që luftuan arabë e turq, nuk e di une qëfar heronjë janë ata arabë, ku s'ka pas arabë këtu. Edhe turq nuk ka pas, po ka pas Osmanlinjet. Turqit e sotshëm janë njerëzit më të mirë, të cilët i ndihmojnë Kosovës, edhe drona dhe ushtri kanë kriju. Po si jo, të nderuar miq ju që jeni këtu te TikToku i vjetër, ju lutem kaloni te TikToku i ri, bëni është Iqbale BH, dhe Iqbale Oficial, dhe ma bëni follow ju lutem. Shu që lavdi mbretit Gjergj Kastriot Skënderbejut, lavdi dhe paqe mbi shpirtin e tij, heronjëve të gjithë që kanë luftu për kombin ton shqiptar, pa ma parasysh a kanë qenë të krishtera musliman, e jo për arabe, për turqe, palavra e send. Hajde për zotin. Ku ka pas atër harab, atër kam pas vetëm Osmanlinjet, në ushtria Osmanlive ka pas edhe shqiptar, që kanë dasht me zhvillu vendin me sundusin bashk. Kovasa, të gjithë shqiptarët me të krishter me musliman, Vaso Pasha. Kanë qenë bashk me turqit, edhe të krishterët, i kanë ndihmu Osmanlinjeve, s'di pse po më përzinin histori për zotin, jemi muajin Ramazan, edhe pakës, dërka që muajin ku jemi tash është muaji Shaban. Për muajin Shaban është shumë e lëvdruar, sepse është muaji mëshirës, është para përgatitje për muajin Ramazan, dhe sa ma shumë, çdo njeri prej jush që thot minimumi 1000 herë në këtë muaj, pra 10 ditë ka 50 herë, ka 100 herë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, a i e përtërin besimin e ti dhe i hap dyert e xhenetit. Këto na ka thënë profeti nderuar Muhammed. Prandaj edhe 7 ditë jemi në muajin Shaban, gjithashtu edhe duhet me kërku pendim. Aman që ky leka, unë jam shqiptar, faleminderit zotë, faleminderit më mëse për sirrit e paske ba, dino, ma gjupt, mos i prek se ma gjupt janë njerëzit ma të shtypur, edhe une që i njo janë njerëzit e mirë. Kështu që ata janë në Rom, nuk janë ma gjup, po në qofse donë me ndit fjallën ma gjup, dhe me thonë në gjup vjen nga fjalla arabe, mahgjub, që do të thot të shtypurit, edhe mahgjub, pra Romët janë njerëzit që Zoti shumë i donë, sepse ata janë të shtypur, edhe këtu në Kosovë që kemi ranë, janë gjithmonë shoqëria ma e shtypur nga ne që jemi shumicë, prandaj torp për ty që i ofendon Romat. Faleminderit tu dikush po thot ju zere respekt, Albani jam vazhdo kështë, faleminderit. Ju lutem ju nga TikToku i vjetër, kaloni tek TikToku i ri, Iqbale Oficial me 3 f-ja, Iqbale Oficial, me shamit kaltët me prapavit kuqe. Kaloni te TikToku i ri, sepse TikToku në vjetër dal nga dal do ta mbylli. S'kom hyn Big Brother se kom me bo vet Big Sister. Kom me bo vet kanal Big Sister. Çka na sjell fatin? Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thot kështu: punoni sipas diturisë, do të bëheni fatbardh. Për me
qeni ditur, duhet, si që thash edhe në fillim, ju të TikToku të vjetër kaloni tek TikToku i ri, i këbale oficial. Pra, mendja e njeriut është ndarë në dy pjesë. 15% 10 deri në 15% i mendjes së njerëzve numërohet vetëdije. Pra është vetëdia. Njerëzit janë të vetëdijshëm. Kjo quhet mendja analitike, që analizon. Dhe 80 deri në 85% e njerëzve, shumica e njerëzve, në mendjen e tyre e kanë edhe nëndijen, që është 85%. E nëndia të dikush është e fjetur. Aleikum selam, e prej TikTokut vjetër. Zeynep, kalo të TikToku i ri, të shoh edhe këtu. Pra, nëndia është 80% i mendjes tonë. Dhe kjo nëndije mundet edhe me vdekje njeri edhe kur mos me qeni vetëdijshëm për diçka që ja vlen. Prandaj, vetëdia ka mendjen analitike, e analizon. Nëse e marr këtë gëshan edhe i presem, ndoshta zban këtu në TikTok, e pres gishtin, e pres të thot, e analizoj. Qose du me marrë diçka me pi një qaj shumë të nxehtë, unë du të me prek edhe ka dal me pi, analizoj situatën. Du me bo një projekt, mendja jon e vetëdijshme e analizon. Dhe ka 85% i mendjes është emocionale. Qëri, të TikTok i vjetër, tash e mbylla e hapa u bonën 90 veta. Këtu jeni 31. Kaloni ju TikTok i vjetër në TikTokun e ri, i këbale oficial, sepse ky TikTok do të mbyllet. Prandaj, njeriu për me qenë fatbardh, po na mëson profeti, thot punoni sipas diturisë. E për me pas dituri, na duhet përvojë, na duhet punë. Nuk është patjetër me pas dituri e me pas diploma të renditme në përmure. Diploma nuk të bën të ditur, por diploma është një letër e cila ta bjerë punën, mundesh me hy me një pozitë më të lartë, me punu dikun, ose do në punë, me gjallnu. Po ka dhe të tillë që pa diploma, mirë po janë shumë të vetëdijshëm edhe e kanë kuptu që shkon puna edhe kështu pra ata i sjellin fatin vetës vetë. Imam Aliu pa që qoftë mbi to, thotë rri me dietarët dhe do të bëhesh fatbar. Çka i bjerë? Dikush pyet pse po rrinin TikTok, haram, ato këto. Jo, çdo kund që mendoni se ka dituni, rrini në ato TikToke. Kalojeni pak kohën, sepse kjo, për shembull, sot me thonë hajdeni nesër në qëtë dhomë, po takohemi, është shumë vështirë me i tubu, për shembull, këtu të TikTok i vjetër janë 113, TikToku i ri janë 31. Jam të fol me 2 TikToka, ju lutem, prandaj kaloni te TikToku i ri, sepse kjo do të mbyllet. Dhe me marrë dituri, me nejt me njerëzit ku ka dituri të ndjek fati i bardh. Prandaj edhe TikToku, edhe dhomat e TikTokut janë vende ku jepet dituria. E dyta vazhdojmë. Në të mbajturit e të vërtetës është fati. Qose njeh një të vërtet, edhe mbahesh pas asaj. Fillon me punu, fillon me angazhu, mas asaj ti ka me të ndjek fati mirë. Kush bën llogari me shpirtin e vet është fatbar. Do me thënë bën llogari, e llogaritish. Thotë kur njeriu nuk bën shpirtin e vet, trupin e vet, shpirtin e vet me fajsu, por mundet me kritiku. Edhe na nuk duhet me lanë dikush me bo llogari për shpirtin ton. Dikush me thonë, ti je
egoiste, me të llogarit ty si egoiste, apo me të akuzu, apo me të vlerësu, sepse egoizmi, për shembull, unë pata rast që të ditën, edhe njëri njënës i tha egoiste. Egoiste është mirë me qenë nga pak, sepse ai çka nuk ka mendjen e shëndosh, ai çka dojnë tjerët ai bën, domethënë nuk i punon ajo egoja e vet, por me kalu egoja në superego, e me kalu në atë mendjemadhësi e tjera, atëherë nuk bën. Po normal njerëzit të shëndosh kanë edhe këtë ndjenjen e egoizmit nga pak, po jo si të kafshës. Vazhdojmë thot. Pra, kush ban llogari me shpirtin e vet, do të bëhet fatbar. Shpeshherë duhet me ushqyr edhe me pasqyre. Edhe mi thonë vetës, pse e bane qysh tek mi kërku llogari për vetës tënde. Por kujdes, as dikush që don juve mja lëndu shpirtin me thonë që për shkak teje ndodhi kjo është vesi i shejtanit. Thotë Zoti në Kur'an, thotë, dhe kur dikujve i ndodh diçka, edhe ai thotë atë mos t'i shtekon qështu, mos kishte ka ndodh kjo, sepse kështu ka qenë, sepse u desht ashtu, a mos t'i shkon kështu, s'kish ndodh ashtu, e tjera. Këto thotë janë llogaritjet e shejtanit. Ndërka që llogaritje me shpirtin ton është, normal na duhet me kritiku shpirtin ajer. Ja juhen nefsul levam, nefsul harova, o ti shpirti kritikues që kritikon veten, ama veten me bo fajtor për diçka kursesi. Prandaj gjithmonë ka thonë njeriu faji është jetim. Sepse faji mundot më ndodh diçka, po pas çdo gjëje që mendojmë na që është e keqe, aty fshihet e mira. Zeynep, mirë se erdhe zemra, jam që tu faleminderit, erdhe te TikToku i ri. Kemi propaganda islame, po propaganda është shumë e mirë, është vedisim për njerëzit, me vedisu, sepse si që thamë, truni janë mos me mbetë vetëm në vetdije ditunit e tona, se Zoti na ka kriju me në ndije të fortë. Prandaj ato duhet ta zgjojmë, mos ta lëmë në gjumë dhe të kalojmë në vetëdije. E kur kalojnë njerëzit, kur janë të vetëdijshëm, ato krijojnë për veti suksese, fat e tjera. Disa dietar islam po pretendojnë që Dejali është IA. Shiko Lorde, është puna sipas rivajeve të profetit, sipas parashikimeve të profetit. Thuhet se Dejali, disa dietare thonë se Dejali që ka një krijes shumë e madhe, ku ta di unë, pas ka një sy, bla 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 e tjera, i qenë ka shumë i fort, mirë po, disa dietarë thënë pa marrë parasysh sa është i fort, vetëm një kapsullë e atomit me i ra në qatë vendin ku jeton ai e bon copë e gringësh. Mirë po, disa dietarë që shumica janë prej tyre që pajtohen Dejali është që kjo. Që kjo është. Objektivi i kamerës. A keni pa edhe synin shështë? Do me thënë e keni te dollari, e keni te këto masonve, e tjera, e keni qatë syrin. Qaj syri është Dejali. Do me thënë, aj ty, po ta bon mire ki me AI, shumë inteligenca artificiale, po të bon aj qka po dënë po kryon të ti, po ta mush mendjen, ndoshta atje luft po bohet aj po ta regulon me këtë kamerën, thush se kur gjasë bo. Prandaj disa dietarë thonë se Dejali është që kjo objektivi i kamerës. Atë shumë ka me pas pasues Dejali,
sa që kam i mashtru, thot, edhe kam me pas varfri, e nga nga tjetër, dëgjalli ka me qenë shumë i pasër, sa që shumë njerëz ka me i bo për vete për shkak asaj varfëris. E faktikisht, është që kjo pra, objektivi i kamerave, ajo është në gjendje çka mos me bo, tulli shfar animacione, tulli shfar budallakina, lloj vrasje, lloj sende përmes qësaj objektivi të kamerës. Dhe edhe unë besoj që ashtu vlla i nderuar, e kështu, Liliana Hoxha mos tanin, ka thonë gjysh jam. E të nderuar miq, bravo, jemi 15, keni kalu te kjo tjetra. Super, ju dua shumë. Pra bëma një follow në TikTokun e ri, Iqbale Oficial. Pra, aty, Iqbale Oficial. Faleminderit, jo me G, me K. Me K, Iqbale Oficial. E kështu. Qika të bukra. Bedria Sani shkote nëna jote, thuja që ato fjalë, se ato nuk ekzistojnë për një javë, 2 javë. Se s'është vetura me qiran. A erdi Safiri? Erdi. Ku Që është? mat? Ku mat? A jenë live ala? Po, Që mat? Kujno kjo mat? kjo është e jemja. Edhe të gjithve respekt. Faleminderit. A vjeqesish e në zemje një lishu. Po aty a se ke prova? Lishoja. E kështu pra, të nderuar miq, jemi te TikToku vjetër u paksum, super. Veç kalonin tek TikToku i ri, Iqbale Oficial, shumë, ju falenderoj. Po bre një mazë të bukur e kam emrin e ka Gjan, shpirt, sho e mirë është, që më që jemi, që sa i bukur është. Që Gjan apo tutësha, për vetës të nda? Uj, sa e mirë është, të ki tjetër për shijet të ashtë. Tati? Hajde, shko tati. Tati. Zdi, bezdi, i ka macat si femnat janë. Për që ato keme të pa martu. Bezdi, i ka macat si femnat janë njajtë. Që ashtu keme të pa martu, o shërifo. Që sa e mirë, që që ngrenë qapën, që sa e mirë. Që sa e bardhë, është e bukur, që shrinë, apeshe. Kjo nuk është asi mace e pa vaksinume, kjo është shumë, që shumë. O gjoni jem, o shpirti jem, o gjon. Pranon po se ke qu drita, të kisha pranu po se ke qu bre zemër. Që sa mire bona këtu ishe 150 veta, edhe ma bonën follow për kur e qita që ta Iqbale Official. S'po mundi me të pranu drita, përbes po, nalo? Jo, që s'ka. Nashta s'ka ajo mjaftushëm. Shikus, a? Jo shikus ato. Followersa. Përbes po mundi, veç me... A mundi mja bo invite? Ashtë e dinja? Po e dinja. O, selam aleikum, mirë se erdhe. Aje live, mos më Aje mirë, si kalove? ti si kalon? Që mira, u lodhe ti? Që live jam tash penali edhe pak, ju prita juve. Okej, të nderuar miq, mund tash merdhe një mysafir nga larg, a e don ma shumë macën a Luanin? Hej, çfarë krahasimi. Hej, kuku nona jeme.
Të dyti du. Të dyti du, edhe Macën edhe Luanin e du. Të dyti. Luani jo maj madh, maj mirë. Luana është. Maca Mac. Me Macën mos kish. Okej. Këtu jemi të TikToku i vjetër, edhe njerë për ju lajmëroj, për ju njoftoj të nderuar miq. E miqëm keni ndjek 3 vite me radhë, ju falenderoj shumë që jeni me mua. Do të jemi ma shpesh në për live të ndryshme, dhe prandaj ju ftoj që të kaloni tek TikToku i ri, i Këballe Oficial, e keni këtu prapa vi, se kam vendos, dhe të vazhdojmë në TikTokun e ri, për arsye se do të kemi emision gjatë muajit Ramazan, vetëm në TikTokun e ri. Prandaj falenderoj shumë nëse ma boni follow. Edhe juve të nderuar miq, faleminderit që ishit me mua. Bënëm pak muhabet thjesht, ja do pyetje, ja do përgjigje. Besoj se keni me të kënaqur, siç ju thash, faleminderit Zeynep. Edhe që gjuni diçka, tash përpara ju kam thonë mos gjuni se mos u harxhoni, por që gjuni diçka naj lule, naj sende, prap ju falenderoj, sepse s'qen ka qaq kollaj. Hajde ty ta bëj një blog që po shan.